besimi në librat e zbritur prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Ehlu Sunneti beson se Allahu i lartësuar disa pejgamberëve të tij, disa rasulëve të tij u ka zbritur libra. U ka zbritur libra dhe disa të tjerëve u ka zbritur fletushka. Dhe ne besojmë këtë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë të veçantë. Në mënyrë të përgjithshme besojmë se Allahu i lartësuar zbret shpalljen e tij atij që dëshiron prej robërve të tij, dhe besojmë se Allahu pejgamberëve para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i fundit, u ka zbritur shpallje. Një ashtu siç ja zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, po ashtu edhe pejgamberëve tjerë ne besojmë se disa prej tyre u ka zbritur libra. Dhe kjo është në mënyrë të përgjithshme. Dhe në përgjithësi besojmë se asnjë libër para librit që është zbritur para librit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka ngelur në origjinal, po është futur në të dora njerëzore. Është futur në të dora njerëzore dhe janë shtrembruar, dhe ka verzione të ndryshme. Kanë verzione të ndryshme, asnjëra nuk është origjinal. Kanë kontradikta, kundërthënie mes njëra tjetrës, dhe gjitha këto tregojnë se besimi tash në ato që ekziston tash nuk është i saktë, sepse në të është futur dora njerëzore. Mirë po, ne besojmë se esenca e tyre që është zbritur pejgamberëve të tyre është nga Allahu i lartësuar. Kjo është besimi në përgjithësi. Dhe besimi i veçantë është se Allahu i lartësuar i ka zbritur Davudit a.s. Zeburin, i ka zbritur Musait a.s. Teuratin, i ka zbritur Isaut a.s. Injilin, dhe ja ka zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin. Dhe besojmë se Kur'ani është i mbrojtur nga ndryshimi, se Allahu subhanahu wa taala është zotuar se do ta ruaj origjinal deri në ditën e gjykimit si argument ndaj krijesave të tjera dhe si dëshmi se ai u ka tërhekur vërejtjen atyre, që në ditën e gjykimit mos të kenë arsyetim për devimin e tyre, sepse Allahu i lartësuar u ka dhënë librin, u ka dërguar profetin dhe i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. E pas kësaj dëshira e tyre ka qenë që mos ta përfillin këtë dhe të devijojnë e të shkojnë në dalalet. Dhe kjo është aspekti i besimit të saktë që duhet ta dimë sa i përket librave të Zotit. Si zakonisht në mënyrë të shkurt, pa u futur shumë në argumente, çështja është çështje ixhmaje, besim në të cilin nuk ka dyshim në mesin e radhëve të ehlusunetit. Andaj ne i cekim kështu me rend në mënyrë të shkurt, në mënyrë që të nguliten në mendje dhe në zemrat tuaja dhe ta dini se cili është besimi i saktë. Sa i përket devijimit në çështjen e librave, devijimi dhe kufri dhe shirku që i bëhet Allahut në çështjen e librave është disa llojesh. Njëri prej tyre është mohimi se Allahu ka zbritur libra. Kush mohon se Allahu i lartësuar i ka zbritur profetëve të tij libra, dhe në veçanti të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin famlart, i cili i derogon librat tjerë, i cili i hjek prej përdorimi librat e mëhershëm dhe i cili vlen deri në ditën e gjykimit, kush e mohon një gjë të tillë është kafir billah, është pabesimtar, jo besimtar, mohues i Allahut të lartësuar, sepse besimi në librat është prej shtyllave të besimit. Edhe nëse në gjëra tjera beson, mirë po i mohon librat e Allahut, kjo nuk do t'i bëj dobi, dhe ai bëhet me këtë kafir. Ndërsa mund të bëj shirk në këtë drejtim, në drejtimin e librave të Allahut subhanahu wa taala, nëse beson se ato i ka shkruar dikush tjetër pos Zotit, nëse janë vesh dikujt tjetër pos Allahut të lartësuar. Apo nëse beson se ndonjë libër tjetër pos librit të Allahut e ka atë hynitetin dhe atë madhështinë e librit të Zotit, dhe beson se filan libri, filan kanuni është hynor dhe duhet respektohet ashtu siç respektohet libri i Zotit. Në këtë rast ai bën kufër dhe shirk.